Koncerti është shfaqja që mbushi sallën e teatrit eksperimental këtë fundjavë. E bazuar në romanin Një engjëll vesh me frak të autorit Stefan Çapaliku, vepra vjen në regjinë e Giacomo Pedinit. Deri kur mi të patëzon të shprehëset mia jote. Ngjarjet vendosen në Shkodrën e viteve 50, kur një burr me emrin Pol Gjakova humbi jetën pasi bie nga balkoni. Ishte vrasje apo vetvrasje? Unë luaj rolin e Pol Gjakovës, kjo është emri artistik që i takon Prenk Gjakovës. Personalitetet tilla është mision që ne t'i kthejmë, japim jo vetëm historikun, por sidomos edhe të vërtetave të mëdha të një personaliteti genial, antikonformist, krijuesi të operës më të famshme shqiptare. Çfarë do të thotë të bësh art në diktaturë? Personazhet kërkojnë të ndihen sërish artist. Duan lirinë ashtu si Klara, që do të vërë në vend dinjitetin e saj. Mua më vjen mirë që po e tregoj si histori, se fundja aktori këtë detyrë ka. Të japi mesazhe dhe t'i bëj të tjerët të reflektojnë, të bëj publikun të reflektojë. Në realizimin e këtij personazhi, edhe të çunave dhe të gjithëve ne, domethënë, patjetër që i kemi mshuar fort vështirësive, dramave që ka një artist dhe individi në tërësi. Unë mendoj që është e pakohë. Koncerti riktheu në skenë finalistin e Big Brother VIP 4, aktorin Laert Vasili, që tregon me emocione për publikun e ri që gjeti në sallë. Është njësoj si kur kthehesh në shtëpi. Është ajo kënga i thot pragu i vegjelisë, erdha prapë te ky prag i dashur, që është teatri. Shumë njerëz, siç e keni parë në rrjetet sociale, kanë ardhur për herë të parë në teatr, vetëm e vetëm sepse ju dha mundësia, domethënë, mbështetëse që kisha gjatë Bigut. Çdo njeri i shtuar në publik për ne është vlerë e madhe.